Zgjedhja nga jeta e dërguarit Muhammed a.s. I dërguari fliste vazhdimisht për parajsën, dhe kur e bënte këtë, ishte si një njerëz që e shihte që po bashkruan. Kjo përshtypje konfirmua nga shumë shenja të tjera, si për shembull kur ai zgjati dorën një herë thuajse për të marrë diçka, e pastaj e tërhoqi. Ai nuk tha asgjë, por disa prej atyre që ishin me atë e vërejtën veprimin e tij dhe pyetin për atë. Pa shenetin, tha ai, dhe zgjata dorën për një vil rrush. Sikur ta kisha marrën, do t'i kishte ngrënë prej saj, përsa të zgjast bota. Ata ishin mësuar të mendonin rreth tij si dikush që është tashmë në ahiret, në një farë kuptimi. Ndofta pjesërisht për këtë arsye kur fliste për vdekjen e tij dhe kur aludonte tërthorasi, siç bën të kohëve të fundit se ajo mund të ishte afërt, fjalët e tij nuk u bënin shumë përshtypje. Veç kësaj, me gjithë 60 e të vitet të tij, kishte ende shtatin dhe hirin në një burri shumë më të ri. Sytë e tij ishin ende të shëndritshëm dhe kishte vetëm pak qime të bardha në flokët e zi. Megjithatë, në një rast, një pohim i tij, kur ndodhej me gratë e veta, ishte boll kërcënues për të ngritur çështjen se e cila prej tyre do të ishte para që do t'i bashkohej në botën tjetër. Ai u përgjigj: ajo me krahapjen më të gjatë do të më bashkohet e para. Me që rast ato nisën të matnin krahët e tyre, njëra pas tjetrës, sa duket edhe pse nuk është regjistruar. Sevda ishte fituesja e këtij konkurrimi, sepse ishte më e gjata ndër to dhe në përgjithësi më e bëshmja. Zenebi nga ana tjetër ishte imcake e roke me një krah, por pikën Zenebi vdiqe para 10 vjet më vonë. E vetëm atëherë e kuptuan ato se me krahapurën i dërguari kishte nënkuptuar më dhe nësen, sepse Zenebi ishte të bujare, sikurse paraardhësia e saj, me të njëjtin emër që ishte quajtur në naet të skamërve. Një natë jo shumë, pasi i dërguari kishte urdhëruar përgatitje për fushatën e Sirisë. Para se ushtria të nisej, ai i thiri herët në agim Ebu Muvejhibën, një të liruar të tij, dhe tha: jam urdhëruar të lutem për falje të njerëzve të Varezës, ndaj eja me mua. Ata shkuan së bashku dhe kur mbërritën Varezën, Paki profeti tha: paqe pas mbi ju, o njerëz të varrëve, gëzohuni me gjendjen tuaj, sa shumë më mirë është se gjendja njerëzve që jetojnë tani. Fitnet vinë si valë të natës, më të errët, njëra pas fill pas tjetrës, se cila më e keqe se pararendësja. Pastaj u kthye Ebu Muvejhibës dhe tha: me janë ofruar qelsa të thesareve të kësaj bote dhe të pavdekësisë në të, vejuar nga xheneti. Dhe më është dhënë të zgjedh mes atyre dhe takimit të Zotit tim e xhenetit. O më i shtrejtë se im atë dhe im më, tha Ebu Muvejhibë, merr qelsat e thesareve të kësaj bote dhe të pavdekësinë në të vijuar nga xheneti. Por ai u gjegj duke thënë: u tashmë kam zgjedhur takimin me Zotin tim dhe xhenetin gjithashtu. Pastaj u lut për falje të njerëzve të Bakijës, pikërisht në agimin e asaj dite, apo ndofta të nesërme. Koka e tij filloi t'i dhimte, siç nuk e kishte parë të dhimte kurrë. Por se prapa ai shkoi në xhami dhe pasi drejtoi namazin në ngjit në minber, e luti bekimin mbi dëshmorët e Uhudit, tamam siç u tha më vonë. Ta bënte për herë të fundit, atëherë tha: është një shërbëtor në mesin e shërbëtorëve të Zotit,
të cilit Zoti i ofroi të zgjedh midis kësaj bote e asaj që është me të. Dhe shërbëtori zgjodhi atë që është me Zotin. Kur ai e tha këtë, Ebu Bekri qau, sepse dinte që i dërguari po fliste për vete e zgjedhja në kupton të vdekje të afërt. I dërguari e pa se ai e kishte kuptuar dhe si tha të mos qante, foli. O njerëz, me bamirësi i njerëzve për mua në shoqërimin e tij dhe në atë që i ka vendora është Ebu Bekri. Dhe po të merja nga i gjithë njerëzimi një shok të pandashëm, ai do të ishte Ebu Bekri. Por shoqërimi dhe vëllazëria në fe është e jona, gjersa Zoti të na bashkoi në praninë e tij. Pikërisht në këtë rast, duke vështruar për rrotull hyrje të shumta të xhamisë nga shtëpitë private që rrethonin ta. Shikojeni këtë dyër që hapen nga xhamia, të murosën të gjitha përveç asaj të Ebu Bekrit. Para se të linte minberin, ai i tha: Unë nisëm para jush, e jam dëshmuesi juaj. Takimin me mua keni te bazeni, të cilin vërtet po e shoh nga kurri. Nuk druhem se do t'i shoqëroni Zota Zotit, por i druhem për ju kësaj dynjaje, se mos kërkoni të karoni me njëri tjetrin në përfitimet e saj. Nga xhamia, ai shkoi në banesën e Mejmunës, e cila kishte ladhen ta strehonte. Mundi i fjalimit përpara xhamatit ja kishte rritur zjarmi dhe pas 1-2 ore, duke dashur t'i bënte me dije Aishës se ishte i semur, ai shkoi ta vizitonte pak. Edhe asaj i dhimte koka, dhe kur ai hyri në dhomë, ai rënkoi. O, koka ime! Jo, Aishe, tha i dërguari, por koka ime. Por ai e pa hetueshëm. Thua se po i kërkonte ndonjë shenjë se mund t'i jepte vdekjekurse në fytyrë, dhe duke mos gjetur asnjë, do të doja të ishte ajo, duke nënkuptuar vdekjen e saj, e unë të isha gjallë për të lypur falje për ty dhe lutur mëshirë mbi ty, dhe për të mbështjellë e për të falur mbi ty e për të varrosur. Aisha pas ai ishte i semur dhe u alarmua nga toni historitë e tij, por u përpoq ta bënte të lehtë dhe ja doli t'i sillte një buzëqeshje të shkurtër në fytyrë. Pastaj ai përsëriti: Jo, por koka ime, dhe u kthye te Mejmuna. Ai u përpoq të vepronte siç bënte kur ishte shëndosh dhe vazhdoi të drejtonte namazet në xhami si zakonisht. Por sëmundja ju shtua derisa erdhi vakti kur mund të falej vetëm denjur, dhe i tha xhamatit që edhe ata të faleshin denjur. Gjatë kthimit në banesën e gruas që kishte radhën, ai pyeti: Ku jam nesër? Dhe ajo përmendi gruan, ku ai do të shkonte. Po pas nesër, pyeti ai. Ajo u përgjigj prap, por e habitur nga ngulmimi i tij dhe duke ndjerë se nuk i pritej që të ishte me Aishën. Ajo u tregoi grave të tjera, me që rast ato u mblodhen të gjitha i thanë: O i dërguari i Zotit, po ja japim ditën tona me ty, motrë son Aishë. Ai e pranoi dhuratën e tyre, por ishte tepër i pafuqishëm për të ecur i pandihmuar. Kështu që Abasi dhe Aliu ndihmuan deri te banesa e Aishës. I erdhi fjalë se kishte shumë kritika për zgjedhjen prej tij të një djaloshi kaq të ri sa Usama për të drejtuar ushtrinë e fushatës siriane, dhe se përpasoj kishte një farë plogështimi në përgatitje. Ai ndjeu nevojën për të përgjigjur kritikuesve të tij, por zjarmia e tij ishte tepër e fortë, kështu që u tha bashkëshorteve: Më hidhni 7 salik ujë nga puzë të ndryshëm, që të dalë tek ata t'i këshilloj. Hafsa solli një govat, të dhoma Aishës dhe gratë të tjera sollën ujë,
Ai ul në govat, ndërsa ato I hidhin ujë përsipër. Pastaj ato ndihmuan të vishin dhe ja lidhen kokën dhe dy nga burrat e mbajtën mes tyre deri në xhami, ku ai ul në minber dhe u drejtua të mbledhurve aty duke thënë: O njerëz, nisën një ushtrim e Usamas. Së ndonë se ja vini në dyshim përjesin, si që ja vur në dyshim të adit para ti. Ai është I denjë për komandën, tamam siç ishte I denjë I ati. Ai zbriti nga minepri dhe u ndihmua të kthehej nga shtëpia e Aishës. Përgatitet urimorën me nxitim, dhe Usama doli me ushtrin aq larg sa Gjurfi, ku fushohen rreth 3 milje në veri të Medinës. E zanin tjetër I dërguari ndjeu se nuk mund të drejtonte namazin më edhe të rinte ulur, kështu që u tha grave: Thuani Ebu Bekrit t'u prin njerëz në namaz. Por Aisha druhej se të atit do t'i dhinte shumë t'i zinte vendin të dërguarit. O I dërguari I Zotit, tha ajo, Ebu Bekri është njeri shumë I ndjeshëm, me zë jo të fortë dhe I dhan shumë pas ngjarjes kur reciton Kur'an. Thuaj të drejtoj namazin, tha I dërguari. Tamam sikur ajo të mos kishte folur, ajo u përpoq sërish kësaj radhe duke sugjeruar që ta zëvendësonte Umeri. Thuaj Ebu Bekrit të drejtoj namazin, përsëriti ai. Aisha I kishte hedhur një shikim zhbirues Hafsas, e cila tani mori të fliste, por dërguari e heshti me fjalët: Jeni tamam si gratë që ishit me Jusufin. Thuani Ebu Bekrit t'ju prin njerëzve në namaz. Fajsuesi le të gjej faj dhe ambiciozi le të aspiroj. Zoti dhe besimtarët nuk duan ndryshe. I dërguari rinte shumë kohë me kokën e tij në gjoksin e Aishës ose në prerjen e saj. Por kur vinte Fatimja, Aisha tërhiqi pak për t'i dhënë bab e bi pak privatësi së bashku. Dhe gjatë njerës për këtyre vizitave, Aisha pa t'i përshpëriste diçka të bijes, e cila nisi me njëherë të qante. Atëherë ai I besoi asaj një tjetër sekret, dhe ajo buzëqeshi në mes të lotëve. Tek morit e ikte, Aisha e pyeti se ç'kishte thënë ai. Dhe ajo ju gjej se ishin sekrete që nuk mund t'i nxirrte. Por pas disa kohësh, ajo I tregoi: Pejgamberi më tha se do të vdiste në atë sëmundje, dhe të cilën vdiq, ndaj çava. Atëherë më tha se do të isha e para nga njerëzit e shtëpisë së tij, që do ta pasonte, ndaj dhe qesha. Ai pati shumë dhimbje gjatë sëmundjes. E një ditë, kur ishte rënd, bashkëshortja e tij Safia I tha: O pejgamberi I Zotit, sikur ta kisha unë atë që ke ti. Dhe ndërkaq, disa nga bashkëshortet e tjera shkëmbyen shikime I përshpëritën njëra tjetrës se kjo ishte hipokrizi. I dërguari I pa dhe tha: Shkoni shpërlajeni gojen. Ato e pyetën përse, dhe ai tha: Për shpifje ndaj shoqes tuaj. Pasha Zotin, ajo flet të vërtetën në sinqeritet të plot. Ejmeni ishte në gatishmëri të vazhdueshme dhe mbante të birin të informuar. Tashmë ai kishte vendosur të mos përparonte më, dhe të qëndronte në kamp, në Gjurf, gjerse Zoti të vendoste. Por një mëngjes, lajmet ishin të tilla që ai erdhi në Medinë e shkoi për lotur të I dërguari, I cili ishte tepër I sëmur atë ditë për të folur. Don sekretin ndërgjegjshëm. Usama u përkul mbi të dhe puthi, dhe I dërguari ngrit dorën me shputën të kthyer lart për të kërkuar e marrë bekimin nga qiell. Pastaj bëri një gest thuase po zbraste dorën mbi Usamën, I cili u kthye trishtueshëm në kamp. Të nesërmën ishte hënë 12 Rebi I parë I vitit 11 të Islamit, ose 8 qershor 632. Herët atë mëngjes, armia të dërguarit ra, dhe ndonë se e kishte lënë fuqit.
ezani e bëri të vendoste të shkonte në xhami. Namazi kishte filluar kur hyri dhe njerëzit gati u shkëputën prej tij nga gëzimi që shikuan. Por ai u bëri me shenjë të vazhdonin. Për një qast, ai qëndroi duke i parë dhe fytyrat e tij shkëlqeu me knatësi tek vëreti dhe vushmërinë e qerës së tyre. Atëherë ende rrezatues, ai i bëri përpara i ndihmuar nga Fadli e Thawbani, një nga të liruarit e tij. Kur nuk e kam parë fytyrën e pejgamberit më të bukur se në atë vakt, tregon Enesi. Ebu Bekri kishte qenë i vetëdijshëm në rreshtat e tij. Pas tij, ai e dinte se mund të kishte pasur veçse një sebeb dhe se njeriu që po dëgjonte t'i afrohej duhej të ishte i dërguari. Kështu që pa kthyer kokën, ai u tërhoq, por i dërguari ia vuri dorën mbi shpatull dhe shtyu sërish në ball të xhamatit, duke thënë: "Prije namazin", ndërsa vetë u ul në të djathtë të Ebu Bekrit dhe u fal nderin. I madh ishte gëzimi me këtë shërim në dukje. E jo shumë pas namazit, Usama mbërriti përsëri nga kamp, duke pritur të agjentet e dërguarin më keq, por shumë i gëzuar të agjentet më mirë. "Nisu para me bekimet e Zotit", tha i dërguari, kështu që Usama i thalën të mirën dhe kalerojnë mbrapsht në gjurf, kur u tha të vetëve të përgatiteshin për marshimin në veri. Ndërkohë Ebu Bekri kishte marrur leje të shkonte deri në Medinën e sipërme, që përpara martesës me Esman, ai kishte qenë i fejuar me Habibën, të bijen e Hariqës, Hazreqin me të cilin kishte banuar para 10 vitesh, kur kishte mbërritur në oaz dhe ata ishin martuar së fundmi. Habibja jetonte ende me familjen e saj në Sun, kur ai shkoi ta vizitonte. I dërguari u kthye te banesa Aishës i ndihmuar nga Fadli e Thawbani. Aliu dhe Abasi ndoqën në tje, por nuk qëndruan gjatë, dhe kur ata dolën jashtë, disa njerëz që po kalonin e pyetën Aliun se si ishte i dërguari. "Lavdi Zotit", tha Aliu, "mirë është." Por kur pyetësit ishin larguar, Abasi kapi Aliun për dorë dhe i tha: "Betohem se dalloj vdekjen në fytyrën e të dërguarit e Zotit, siç kam arritur ta njoh në fytyrat e afërme të tanë. Të shkojmë pra të flasim me ta. Nëse autoriteti i tij do të na vishët, do të marrim vesh, dhe nëse dikuj tjetër posnesh, atëherë do t'i kërkojmë të na lëvdojnë ndër njerëz, që na trajtojnë mirë." Por Aliu tha: "Për Zotin nuk e bëj. Se nëna kur seft ai autoritetin, askush pas tij nuk do të na jap ndonjëherë." I dërguari tani ishte kthyer në minderin e tij dhe qëndronte shtrirë me kokën mbi gjoksin e Aishës, tamam sikur atar fuqia ti ishte sosur. Megjithatë, kur vëllai i saj Abdurrahmani hyri në dhomë me një misvak në dorë, ajo e pa të dërguarin ta shiten në një mënyrë të atillë që ajo e diti se donte. Ajo ja mori të vëllait dhe e briti për të zbutur. Pastaj ja dha të dërguarit, i cili fërkoi dhëmbët me forcë me të, me gjithë pa fuqinë e tij. Jo shumë kohë më pas, ai humbi ndjenjat dhe Aisha mendoi se ishte pragu i vdekjes. Por pas një ore ai hapi sytë. Pastaj Alsa ju kujtua se ai kishte thënë: "Asnjë i dërguar nuk vdes pa ju treguar vendi i tij në xhenet dhe pa ju ofruar zgjedhja. Të jetonte apo të vdiste." Dhe ajo e kuptoi se kjo ishte kryer dhe se ai ishte kthyer nga një vizion i ahiretit. "Tani nuk do të na zgjedh neve", tha ajo me vete. Pastaj e dëgjoi të murmurinte: "Me shoqërimin suprem në xhenet, me ata mbi të cilët Zoti ka derdhur nderet e tij, pejgamberet, evlijat
dëshmore dhe të drejtësishmit. Shoqëri, më së shkëlqyer. Pastaj e dëgjoi të murmuriste: "O Zot, me shoqërimin e pranë." Dhe këto ishin fjalët e fundit që ajo dëgjoi të thoshte. Dal nga dal koka e tij u rëndua mbi gjoksin e saj, derisa gratë të tjera filluan të vajtonin, dhe Aisha ju vendosi kokën mbi astëk e ju bashkua atyre në vajtim.